Shallaku. Gjoana, të përshëndes. Çfarë kanë thënë zyrtarisht mjekët për ndarje nga jeta të këmësorit, cili aksidentua mbrëmjen e djeshme në autostradën Lushnjë-Fier? Kasandra, edhe unë të përshëndes, atëherë 77 vjeçari Hakim Malevi ka ndëruar jetë në spitalin e traumës pasi mbrëmjen e djeshme u përplas dhe nga një motomjet pra nga një 57 vjeçar. Në fakt, 77 vjeçari ka humbur jetë pra në spitalin e traumës pasi për shkak të plagëve të marra nuk ka mundur që të mbijetojë edhe plagëve, duhet të thënë në fakt që dëmtime ka pasur pothuajse në të gjitha pjesët e trupit dhe gjendja shëndetësore e 77 vjeçarit pra ka qenë në gjendje të rëndë shëndetësore mbrëmjen e djeshme kur ka mbërritur dhe në spitalin e traumës dhe më pas ka humbur dhe jetën duke mos i shpëtuar kështu dhe plagëve të marra për shkak të aksidentit. E kuptoj, por ndërkohë nga ana tjetër nëse mund të themi diçka për aksidentin, Gjoana? Në fakt, Kasandra, sipas informacioneve dhe duke u nisur dhe nga njoftimi zyrtar që ka njoftuar pra edhe vetë policia, bëhet me dije që mbrëmjen e djeshme në aksin rrugor Lushnjë-Fier, ku një drejtues i motomjetit 57 vjeç pra ka përplasur edhe këmbësorin 77 vjeçar, i cili më pas është të dy janë dërguar në spital për të marrë trajtim mjekësor, por siç raportuan pra dhe pak më herë, 77 vjeçari për shkak të plagëve të marra nuk ka mundur që të mbijetojë, ndërsa sa i takon më pas 57 vjeçarit ende vijon të jetë në spital duke marrë trajtim dhe duke qenë në monitorim nga stafi mjekësor i bluzave të bardha. E kuptoj. Të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë.